Sinjalizuesi në aspektin ligjor është mjaft mirë i mbrojtur. Por në zbatim të ligjit kemi sfida, sepse ende nuk ka kuptim adekuat nga udhëheqësit e institucionit për mbrojtjen që siguron për sinjalizuesin e ligji. Kemi ende tentativa nga udhëheqësit e institucioneve apo pjesë të institucioneve të caktuara të cilët marrin masa hakmarrëse ndaj sinjalizuesve për të cilët ligji garanton mbrojtje. Përmenda kemi rritje të numrit të raportimeve që tregon që sistemi është duke funksionuar, do të mekanizmi është duke përduar nga zyrtarët për të raportuar keqpërdorime të ndryshme. Nuk ka nevojë gjithmonë që keqpërdorimi të jetë i nivelit të lartë në mënyrë që të raportohet secili keqpërdorim, secila shkelje ndonjë hapje administrativ i cili mund të çojë pastaj në korrupsion. Është mirë që të raportohet dhe qoftë përmes mekanizmit të brendshëm, sepse duhet ta ritheksoj edhe një herë që sinjalizimi duke qenë ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve në linjë gati 100% të plot me standardet evropiane, e krijon dy kanale brendshëm të sinjalizimit dhe kanalin e jashtëm, të cilin e mbikëqyr agjencia plotësisht kanalin e jashtëm, ndërsa kanali i brendshëm është në kuadër të institucioneve të cilat janë të obliguar ta kenë një kanal të tyre për raportim, po ashtu është edhe sinjalizimi publik, një mekanizëm tjetër. Ne kemi hasur probleme mjaft shumë kur përdoret sinjalizimi publik, sepse identifikohet sinjalizuesi dhe pastaj kemi tentativa për masa hakmarrëse ndaj tyre nga institucionet apo vendet e punës ku ata janë të angazhuar. Ne gjithmonë tentojmë të informojmë dhe të kërkojmë sinjalizuesve që të përdorin, më mirë është të përdorin agjencinë, sepse ruajmë identitetin dhe pastaj është pak më vështirë që të ndërmerren masa ndaj tyre, sepse punëdhënësi nuk e di se kush është raportuesi, ne i zhvillojmë në mënyrë profesionale hetimet ato që mund t'i zhvillojmë ne, nëse shohim që ka dyshim për vepra penale i dërgojmë qoftë në polici, qoftë në prokurori raste të tilla. Po besoj që ligji tashmë është duke funksionuar, kanalet janë të krijuar, nuk ka institucion publik të Republikës së Kosovës dhe ndërmarrje publike që nuk ka të caktuar zyrtarin për trajtim të rasteve të sinjalizimit. Kapacitetet e tyre janë duke u ngritur ndër vite. 2 vitet e fundit kemi pasur takim me secilin prej tyre të paktën një herë dhe kanë ndjekur të paktën një herë në trajnim për t'i informuar me atë se si zhvillohet hetimi administrativ.